Mirë se erdhët në Rrezën tonë, është një temë shumë interesante sot që kemi zgjedhur të trajtojmë me Altin Jokën. Bëhet fjalë për sinergjinë ushqimore, për kombinimet e ushqimeve, se jo çdo ushqim funksionon në mënyrë perfekte në trupin tonë, varet me çfarë konsumojmë, varet me çfarë e kombinojmë atë për të kuptuar diçka më tepër, se pse për shembull prej vitesh prindrit ta nuk e kanë konsumuar për shembull kujdun peshkun me djath, apo pse shkon shumë fasulja me pilafin, apo edhe shumë kombinime të tjera, dhe sa ndikim ka kjo në organizmin ton. Le të lidhemi tani ta pyesim nutricionistin dhe specialistin e mjekësisë holistike, gjithmonë i pranishëm të mërkurave në rubrikën tonë Eksperti këshillon. Të përshëndes Altin. Përshëndetje, mirëmëngjes, faleminderit për ftesën si një. Falenderoj shumë për kohën, për gjatë gjithë sezonit, duke qenë se jemi dhe në fund të sezonit, do doja shumë të falenderoja për kohën tënde, në mënyrë të vazhdueshme, për këshillat, për këmbguljen, për të dhënë dhe për të informuar, edukuar qytetarët në raport me shëndetin e tyre, me mënyrën se si ata zgjedhin të ushqejnë dhe të jetojnë. Falenderoj. Ka qenë kënaqësi dhe mision në radhë parë, kështu që ju falenderoj unë juve për mundësinë që më keni dhënë që të komunikoj me njerëzit për të dhënë informacione, shpresojmë të sakta apo shpresojmë që edhe të jenë me vlerë. Shpresojmë dhe ne. Sot kemi zgjedhur të flasim për sinergjinë ushqimore ose kombinimet ushqimore për një gjumë më të thjeshtë. Ta shpjegojmë fillimisht se pse është e rëndësishme jo vetëm çfarë ham, por edhe si e kombinojmë atë çfarë ne konsumojmë në përditshmërinë tonë. Ju e përmendët fjalën sinergji dhe në radhë parë ne duhet të kuptojmë çfarë është sinergjia. Sinergjia vjen nga fjala greke, e cila do të thotë hajde të punojmë bashkë. Që do të thotë në çdo fushë të jetës, kur secili bën një pjesë të ndryshme të punëve apo të aktivitetit, patjetër kur bashkohen bashkë, del diçka më e madhe dhe më e mirë. Pra, jo njëri bie gozhdës dhe tjetri patkojt. Pra, kur dy njerëz bashkëpunojnë, bëjnë më shpunë, pra janë më eficient se sa secili veçmas, apo një grup i madh njerëzish. E njëjta gjë edhe në sinergjinë ushqimore, që do të thotë që ushqimet tona nuk veprojnë të izoluara kur futen në trupin tonë, por ato bashkë veprojnë ashtu siç bashkë veprojnë dhe ne apo edhe natyra apo shumë elementë tjerë. Dhe këta përbërës ushqyes ose do ndihmojnë ose do pengojnë njëri tjetrin që të përthiten. Dhe kështu të na shkaktojnë probleme edhe në metabolizëm. Pra, kombinimet caktuara mund ta bëjë që të shumëfishojnë ose mund mos i marrin. Pra, në fundit sinergjia ushqimore mund të themi që është një lloj arti dhe shkence bashkë e kombinimeve të mençura të ushqimeve në mënyrë që ne të marrim sa më shumë elemente dhe benefite prej tyre. Pse ka rëndësi kjo? Sepse njerëzit shpesh mendojnë dhe thonë, ndoshta ke dëgjuar, ore unë po ha fruta, perime, po i konsumoj dhe vezën, mishin, peshkun, ushqem mirë, bëj aktivitet. Pra jam i mbrojtur dhe prapë mua po më zën sëmundjet. Si ka mundësi jam smur, si ka mundësi nëna ime ka këtë problem ose fëmia ime, sepse në fakt kjo nuk është e vërtetë gjithmonë. Trupi nuk është thjesht një makineri përpunimi të asyre që ne përdorim. Pra hajde t'i japim dhe ai ka kohën e vet. Pra ai ka rregullat e veta, ka ligjet e veta. Dhe përthitja e lëndëve ushqyese që ne do fusim në trup, ka disa kushte. Mikrobioma e zorës i përthith, prania e enzimave, mangësia ose jo, bashkëveprimi i përbërësve që shtyjnë dhe ndihmojnë njëri tjetrin për ta thithur dhe rregulluar këtë lloj sistemi dhe për ta ekuilibruar. Për shembull, zëm një rast, ju jeni i mërzitur në një moment caktuar ose keni bërë një debat me dikë. Po ju duhet ta ndërprisni ushqimin nëse po hani, ose nuk duhet konsumoni paktën 20-30 minuta ushqim, sepse kjo kthehet në një helm në trup. Edhe një pjesë e atyre ushqimeve të shëndetshme që mund të merrni jeni poshtë, ose po ke vëre, ka njerëz që ushqehen dhe pinë duhan gjatë ushqimit, ose në mes të ushqimit. Ç'vlerë kanë që kanë dhënë atë ushqim të mirë, që kanë konsumuar elemente të mishit të mirë apo bio, që mund thonë ata ku kanë shkuar diku, apo të frutave, sepse pikërisht është duhani i cili vetëm përthithjen e vitaminës C e largon 250 mg, vetëm një cigare. Pa llogaritur pastaj që vitamina C është shumë thelbësore për hepurin e për tjera të më radhë që nuk i përfitin. Ose dikush konsumon një ëmbëlsirë direkt pas ushqimit. Pra, po ta zëm praktikisht, kemi për shembull hepurin bimor, që është spinaqi, thjerrzat, fasulet, nuk përfiten. Përfiten 5-10%. Ama kur kombinohen me vitaminën C, për shembull me limonin, ato përfiten 2-3 herë më shumë. Ose ti përmende domaten për shembull me që i hedhin vaj në ulliri. Pse? Nuk është problemi se i hedhin vaj. Është problemi i vitaminës E. Pra,
një antioksidant i fuqishëm që ka likopeni nuk bën përthithje. Pra është përthithja shumë e ulët, atëherë ne nuk marrim vlera. Atëherë e gjithë kjo sinergji është e lidhur me biodisponushmërinë, pra me përthithjen e lëndë ushqyese, me enzimat dhe pH-in e të stomaut si e kemi në atë kohë, dhe transportuesit qelizor që do kalojnë deri në qelis, dhe me efektet antioksiduese dhe veprimtarin që bëjnë të gjitha bashkë këto elemente. Pra, mendojeni si një orkestër, ku çdo ushqim është një instrument. Të gjithë luajnë, por kur bashkohen të gjithë, atëherë krijohet një harmoni më e madhe. Pra, e njëjta gjë ndodh në trupin tonë. Në fundit, sinergjia nuk ndodh vetëm te trupi jonë. Pastaj kur e shtojmë edhe më tutje, dalim në natyrë, kemi njerëz që na rrethojnë, njerëz të mirë apo njerëz të cilët nuk na krijojnë problematika në stresin ton, ose njerëz toksik, nëse dalim buzdetit më tepër në mal, pra aktiviteti i të gjithë kësaj sinergjie rritet më shumë dhe përthithja bëhet më e mirë dhe gjithë shëndeti jon do jetë edhe më mirë në këtë rast. Ajo që thej pak më parë, kur ne jemi të mërzitur, bëjmë debate dhe jemi duke konsumuar në të njëjtën kohë edhe ushqim dhe më pas ky ushqim e para nuk tretet, po krijon nelë. Imagjino në tryta të mëdhaja ku ka debate duke konsumuar edhe ato pjatat e rënda me ushqim. Jo, domosdoshmërisht ndonjëherë ndodh helmimi për shkak të baktereve apo për shkak të mos kombinimeve të duhura të ushqimit, por mërzitja shkaktoka pikërisht edhe këtë problematik teksa konsumojmë ushqimin apo jo. Ishte shumë detaj interesant që ndoshta të gjithë nuk e kemi dëgjuar ndonjëherë më përpara. Sepse janë hormonet tona të cilat fillojnë të disbalancojnë çdo element. Nuk është vetëm mikrobioma, janë hormonet, ka shumë elemente, rritet niveli kortizolit, gjaku jon nuk shkon më për të bërë thyerjen e elementeve në zor dhe në stomak. Shkon pastaj për tjera gjëra, për ta stimuluar ose për të ulur nivelin e stresit, të lodhjes, të mingarkesës, të aritmisë, të zemrës, për të ruajtur organizmin tonë. Dhe duke shkuar dhe mos gjithë to lëndë ushqyese fillojnë largohen, disa nuk përthithen, fillojnë një çekuilibër, kështu që në momentin që ne bëjmë një debat nuk duhet të konsumojmë ushqim. Ose duhet ta ndërpresim, ose edhe ku marrim një lajm të keq, po patjetër, edhe kjo. Edhe kur marrim një lajm të keq, interesante edhe kjo. Tani do doja të dija, si ndikon kjo sinergji për cilën ju folët në atë ndjesin e lodhjes pasi kemi konsumuar ushqimin. Pra, kur ne konsumojmë ushqimin, domosdoshmërisht, jo të gjithë, po ka njerëz që ndihen të lodhur, ne kemi trajtuar dhe si koma ushqimore, por kjo sinergji, mënyra se si kombinojmë ushqimet, të jep atë ndjesin e lodhjes, këputjes pasi të ndrojmë? Të kuptova. Atëherë, kombinimet mund bëjnë që të ngandalsojnë, që në momentin e parë të ngandalsojnë problemet e tretjes. Kur ne ham konsumim të lartë të yndyrnave, shtojmë nivelet të larta të proteinave, bashkojmë nivelet të karbohidrateve, për shembull, po zë një rast, marrim mish, patate dhe bukë, qam, edhe elemente të tjerë që po i shtojmë, po këto janë baza që. Atëherë çfarë ndodh? Stomau jon i duhet më tepër energji dhe kohë për t'i tretur. Rezultati çfarë do t'i japi? Më shumë gjak do shkojë në sistemin tretës. Duke shkuar më shumë gjak do iki nga sistemi, pra nga truri dhe shkoj poshtë, ne patjetër do i ndihemi më të lodhur, do ndihemi më të përgjumur. Pra, një nga shembujt më të këqij në këtë rast është pica me djath me dhe me prosciutto. Nuk ka gjë më të keqe në kombinimin që ne mund të bëjmë për të dëmtuar pikërisht. Pica me djath dhe me prosciutto që është një nga të preferuarat e shumicës së njerëzve dhe fëmijëve mbi të gjitha. Po nuk ka gjë më të keqe, nëse italianët kanë provuar një nga gjërat më të këqija që kanë transformuar, se në fillim fare mund të ketë qenë ndryshe, edhe kanë qenë më të dobët dhe kanë pasur probleme me ushqimin e tjetër, por në qoftë se ka diçka të keqe që ne konsumojmë është pikërisht kjo. Sidomos picat që bëhen me mjedhin e bardhë. Shkaktohet një rritje shpejtë e insulinës apo e glukozës në gjak, pankreasi dëmtohet, sheqeri do bie shpejt më pas, do ndihemi edhe më palodhur, edhe më shumë të lodhur, do kemi probleme të mëlçia do fillojë të destabilizohet, do kemi probleme në mikrobiomën tonë, do kemi probleme në sistemin hormonal, do kemi probleme në veshka, pra do kemi një seri problemesh në efekt domino. Atëre shumë i ndyrë në ushqimet tona, shumë krem, pra po themi djatra të ndryshëm, mish të përzier, bukë të përzier bashkë. Të gjitha këto do të dëmtojnë pankreasin, mëlçinë dhe gjithë të sistem. Pra, sepse stomau jo duhet të përdorë enzima shtesë dhe duhet të ngarkohet patjetër dhe ky proces ka për të filluar të ngadalsojë. Sheqeri tepërt në ushqim ose sheqeri mbrapa ose një ëmbëlsim mbrapa ushqimit. Përsëri ndodh e njëjta gjë. Pijet me gaz gjatë konsumimit të ushqimit do shtojnë rëndësën në ushqim, do rrisin nivelin e plogështisë
Pra të gjitha këto, ne po themi, kur ne nuk bëjmë një kombinim të mirë dhe të balancuar, tretja nuk ka përfunksionuar mirë dhe nuk do prodhoj nivele energjike. Duke mos prodhuar gjithë të, atëre sinergjia që ka lidhje drejt për drejt me shëndetin ton dhe me forcimin e sistemit ton imunitar, që është ushtria mbrojtëse jona, do bjerë. Dhe ky element çfarë do bëj? Do bëj që edhe vitaminat, niveli mineraleve mos përthicet por nga ana tjetër dhe niveli i fuqisë antioksiduese në trup mos jetë më i mirë, dëmtimi i mikrobiomës do jetë më i madh, inflamacioni në trup do rritet, kombinimet do jenë shumë herë më të këqija. Pra sinergjia ushqimore në këtë rast është si të ndërtosh një ekip lojtarësh, një ekip për të mbrojtur trupin tënd. Ku çdo lojtar duhet të ndihmojë tjetrin për ta fituar ndeshjen, sepse po luajti vetëm një lojtar ose vetëm një pjesë, atëherë do kemi një dështim. Pra nuk është çështja vetëm ta ham dhe çfarë ham, por si do t'i kombinojmë, sepse kombinimet e mençura do ta kthejmë ushqimin ton në ilaçin kryesor të sistemit imunitar. E vërtet, madje do flasim edhe për kombinimet e shëndetshme. Gjithë kjo mënyrë do ndikojë tek ajo që ham në ndjenjën e lodhjes, në ndjenjën e problemeve shqetësuese që do na japi pastaj edhe sëmundje më pas. Po, tani nëse ti e gatuar një picë në shtëpi, cila është mënyra më mirë për ta kombinuar? Mi tham, djath prosciutto është e gabuar për shkak të inflamacioneve që jep në trup. Pica më e shëndetshme që mund të përgatitet për shembull me perime? Pica e shëndetshme është pa brumë në radhë parë. Nuk do të ketë brumë. Në qoftë se nuk ka brumë, atëherë është e shëndetshme. Këtu fillon e para. Pastaj të tjerat shikohen në masë sa hidhen. E kuptova. Do doja të kaloja... A ka një picë pa brumë? Po ka, patjetër. Mund të jetë me brumë. Pica pa brumë. Okej. Brumë thjerzash për shembull. Po mirë është tjetër gjë, po flasim për picën normale që po. E kuptova. Altin, prindrit tanë është një lloj besimi i vjetër, tradicional, që prej vitesh nuk e kanë konsumuar dhe nuk na kanë lënë dhe ne nuk e dimë nëse publiku është dakord apo jo, për të kombinuar peshkun me djath, mos e konsumo peshkun shoqëruar me djath sepse elmohesh. Tani në ditët e sotme shumica e konsumojnë peshkun dhe djath, po pse ka ekzistuar prej vitesh ky besim popullor? Shiko, nuk është të kanë një ndalesë për arsye sepse mund të na sjellë një problem. Në aspektin edhe në tabelën e krijimit të tyre, ato janë larg. Ushqimet që kanë një largësi shumë të lartë me njëra tjetrën, pra aspekti po themi i proteinës shtazore, me proteinën, pra atë që është në të detit, ka një largëmishmëri. Por tradita dhe trashëgimi kulturore në vende të tjera ne kemi që e kanë përdorur. Tani, problemi është që shija fillon dhe humbet, sepse djathi për shembull, që thoni unë, ka një shije të fortë mbi zotruse. Dhe nëse ne kemi pjatën kryesore, peshkun, ne e lëm të kaloj pas. Trupi duke marrë sinjalizime dhe përthithje të këtyre elementeve mendor që ne kemi kuptuar në shijim, do kuptoj që djathi është prioritet dhe përzierja e tyre që ndodh në trup, pra në stomak ndodh gjithë përpunimi kryesor, do bëj që ky përpunim dhe bashkimi këtyre dy elementeve mundet të sjellë në çaste të caktuara ndonjëherë dhe reaksione. Ndonjëherë, nëse peshku nuk është i freskës ose djathi ka një problem në aspektin bakterial, mund të kemi probabilitet të një helmimi edhe më të lartë. Megjithatë kjo nuk është absolute, sepse në shumë vende edhe shumë gjëra, pra në aspektin shkencor kjo apo edhe në aspektin nuk është e vërtetuar. Nuk është e vërtetuar që ne mund ta ndalojmë. Por e mira është që mos konsumohet. Pra kjo është mbi asaj që mos konsumimit. Të kalojmë tek disa kombinime të shëndetshme dhe tek disa kombinime jo të duhura, të pashëndetshme që mund të pengojnë tretjen e mund të sjellin probleme me shëndetin. Për shembull, cilat do të ishin disa prej kombinimeve më të shëndetshme të ushqimeve? Atëherë në radhë parë duhet të kuptojmë njerëzit që të flasim që njerëzit kuptojnë jo thjesht japin praktik. Kombinimi i vitaminës C me vitaminën E do të thotë që ushqimi me vitaminën C dhe vitaminën E është nga më të mira. Vitamina C është antioksidant i tretshëm në ujë. Vitamina E është antioksidant i tretshëm në yndyrë. Një shembull ushqimesh për shembull, me C dhe E. Po, nuk ka rëndësi, tani njerëzit të flasin, të thëmë gjithë ato pastaj i themi gjithë. Për shembull, ti zure, vitaminën C ne kemi pjesën e agrumeve, kemi specin, kemi kivin, kemi shumë elemente të tjerë. Vitamina E pastaj janë te vajrat, tek sallata, tek gjethet jeshile etj. Por kryesisht te arat, te farat dhe te vajrat. Atëherë, të dyja këto antioksidantë i tretshëm dhe i patretshëm, çfarë bën? Vitamina C bën ringjallërimin e vitaminës E. Nëse nuk ka
vitaminë C, vitamina E është shumë e vështirë dhe mbrojtja qelizore që bën vitamina E nuk ndodh. Pra, për shembull, kur konsumojmë spinaq që ka vitaminë E, duhet ta konsumojmë me limon ose me sopa speci, sepse ka nivelet limonit. Vitamina C me antioksidant, kryesisht me polifenole. Në qoftë se keni vënë re që të parë tani pinin çaj me limon të shtrydhur. Sepse çfarë ndodh? Vitamina C mbron dhe stabilizon dhe ato polifenolet oksidohen shpejt. Dhe është vitamina C që nuk i lë të oksidohen. Tani duke shtuar te çaji lëng limoni apo limon freskët gjithmonë dhe duke shtuar dhe mjalt ne shtojmë dhe nivel të probiotikëve dhe nivele më të larta të antioksidantëve. Kështu që rrisim fuqinë, e rrisim deri 4-5 herë nëse pini një çaj normal pa vitaminë C. Pra pa limon, të flasim pa limon. Vitamina C e kombinuar me hekurin. Pra redukton hekurin dhe ne e dim shumë mirë nëse kemi mundësi dhe rrit 2-3 herë marrjen e hekurit. Vitamina D me kalciumin. Ne e dim shumë mirë që vitamina D rrit prodhimin e proteinave që bëjnë transportimin e kalciumit në zor. Pra duhet të dim kombinimin, për shembull peshkun, do ta kombinojmë me nivele të perimeve jeshile. Kur të ham peshk, sepse vitamina D me peshkun është më mirë. Pra kjo është më mira. Vitamina A, peshku me hudhrën për kolesterolin. Edhe me hudhrën ka dhe erza të tjera, sepse mund të fuskim dhe erza mandanoz, rozmarin, po flasim unë zura një rast, perime jeshile. Kemi vitaminën A, që është beta-karoteni. Nuk funksionon beta-karoteni, se është i tretë që me ndyrë. Pra duhet ka një përthitje të ullët beta-karoteni dhe do një ndyrë të shëndetshme. Pra vitamina A. Në qoftë se nuk kemi, pra në qoftë se ne kaverdisim karotën në vaj ulliri, ne përthitim shumë herë më mirë. Ose në vaj avokato, ose përfilojmë me avokato. Në qoftë se marrim karotën, që është përthitja këtu me ullët. Dhe kjo do bëj që të kemi konvertim të vitaminës më të mirë të kësaj të vitaminës të beta-karotenit. Likopeni me ndyrë që ti e përmende, se domates me vajin e ullirit, domate me vajin e ullirit, domate me vajin e avokatos e të tjerë, magnezi me vitaminën B6, që ndihmon në transportimin vitamina 6 të magnezit. Nuk flitet magnezi, po s'kemi sasi të ushqime me vitamina B6. Dhe njerëzit thonë, kemi mangësi magnezi, kemi problem, ne po e pim si ka mundësi, po duhen bërë kombinime, duhet mësuar shkenca e sinergjisë. Shumë dietolog, shumë nutricionist gabojnë në dieta vetëm për të gjë, se nuk din të bëjnë kombinimet dhe sinergjinë që është një shkencë në vete. Po për shembull mishi dhe djathi. Si? Mishi dhe djathi? Po ja pa ti them, mera, do të them dhe ushqime unë. Zdi, apo nxitojmë. Po nxitojmë do më falë shpesë minuta se shumë mirë, e shpjegojmë shpejt. Zdiku dhe vitamina A. Në qoftë se ne kemi zink, pra zdiku ç'a bën? Bën transportimin e vitaminës A. Në qoftë se nuk kemi zink, pra në qoftë se ne nuk kemi zink, atëherë është e pamundur. Për shembull, në qoftë se do marrim vitamina A, bie fjala nga mërqia që ka statim më të lartë, atëherë duhet marrim duhet ta përziejmë me kumullin ose me farat e kumullit. Pra që tjetë më e mirë, seleni me vitaminën E, janë përfitime, kurkuma me piperin në zi që keni dëgjuar ju, 2000% përfithet niveli i kurkuminës, në qoftë se ne kemi hedhur e sheqer me piperin në zi. Pra që të dim, probiotikët, do të konsumuar bashkë me prebiotikët, për shembull kosti është e mirë të kombinohet me bananen, njëra është probiotik, njëra ka prebiotik, dhe shtesë para të qias. Kjo është nga gjërat më të mira. Pra sinergjia ushqimore rrit këto elemente. Tani le të bëjmë disa kombinime të ushqimeve që ju më thoni kush janë ushqimet më të mira t'i dalim konkretisht njerëzve që ta mësojnë. Por çfarë duhet përdorim ne nesër? Tomate, vaj ulliri, borzilok janë nga më të mirat. Spinaçi me limonin, me koprën, me farën e susamit. Pasulja me orizin, me rigon dhe vaj ulliri. Kombinimi i tyre, pra do të dimi gjë, kombinimet e tyre i 4-5 deri në 8 fishojnë vlerat e tyre të përthithjes gjithë elemente, prandaj po i themi këto. Nga më të mirat e keni parë ju në fëmijën tonë, buk, djalë, djath, domate, qep. Është një vakt i zakonshëm i thjesht, por mos harroni një gjë, kemi karbohidrate, kemi proteina, kemi yndyrë të pasur, vitamin D, vitamin A, kemi kalcium, kemi natrium, kemi krip, likopen, vitamin C, fibra, kalium, kemi antioksidantë si quercetina, kemi fibra, kemi komponime sulfurike nga qepa. Çfarë do bëj kjo? Pa mundet vetëm sikur të mungoj qepa dhe të mungoj domatja, komplet pra mos harro, janë 24 elementë që përthiten në këtë kombinim të këtyre ushqimeve. Në momentin që heqim vetëm këto dy, vetëm 9 deri në 11 elementë mund të ketë ky ushqim. Pra imagjino sa e fuqizojmë ne të gjithë elementet. Posti me frutat e freskëta, që ne tha, që është një element i mirë. Për shembull, salmonin duhet ta kombinojmë me pataten e kuqe, me brokoli, sepse ka beta-karoten patatja, brokoli ka vitamin C, me vajin e ullirit sepse ndihmon të rritet sinergjia. Omletën po e bëjmë në mëngjes. Një omlet duhet ta bëjmë jo thjesht në omlet, me spinaq, me 2 feta domate brenda, me pak djath nëse kemi ose nuk kemi problem me laktazën, dhe me 2 feta kërpurv.
Është nga më të mirat. Po. Tjetër, një supë kur e bëjmë, nuk mund të bëjmë një supë pule thjesht që bëjnë njerëzit. E edhin pak oriz, jo. A doni ta 3 fishoni, 4 fishoni sinergji dhe të thitet më mirë? Supë pule, një karotë e grirë, pak qepe kavërdisur ose edhur dhe selino dhe koper. 4.5 dhe në 6 fish përthithje më e mirë dhe kombinim më i mirë vetëm në përdorimin e këtyre. Pra, patjetër, ato ushqime që ne thamë të tjerë që nuk duhen përdorur, po këto për shembull zura vetëm një rast që mos të dëmojë ndoshta në pikë tjetër. Rastet më të shpeshta, e qartë. Përmendje pak më përpara që konsumimi i një ëmbëlsire pas një vakti pengon tretin dhe krijon ato problemet e tjera. Po frutat mund të konsumohen pas një vakti, meqense ato kanë sheqer, po sheqer natyral, gjithsesi. Nuk ka sheqer natyral, kanë fruktozë, ka një ndarje. E para e dyta frutat nuk kanë vetëm sheqer, sheqeri është një element toksik që është vetëm një element dhe kalorin poshtë dhe nuk ka gjë tjetër. Sheqeri dëmton 10 aminoacide të bazë pas ushqimit. Në moment që ne ham ushqim dhe konsumojmë një ëmbëlsirë, 10 aminoacide të bazë të kemi dëmtuar. Pra, mos hani mish nëse do hani ëmbëlsirë më pas, sepse keni harxuar parat kot, vetëm keni mbushur zorin. 10 aminoacidet kryesore nga mishi ju nuk i keni përthithur të nderuar. Dhe po ashtu rreth 12 element të mineraleve, nga 20 minerale që marrim neve, që jam nxjerr dhe tani, 12 minerale nuk përthithin. Mos harroni një pjesë të vitaminave që nuk përthithen vetëm nga ngrënia një ëmbëlsire që ju mund të hani pas vaktit të ushqimit. Pra ta di, nuk është tjetër tretja apo jo. Tjetra, problemi që u thatë për punën e frutave. Në qoftë se njerëzit kanë probleme me ushqimin FODMAP, pra probleme me sëmundjen e sindromit zorës irrituar, kanë disa probleme të inflamacionit zorës, SIBO, apo probleme të diçkaje pra në zorë, pra një dëmtim në zorë, atëherë frutat nuk është e mira të konsumohen pas ushqimit. Sepse niveli fruktozës që ato do marrin, patjetër do fermentohet në zorën tonë dhe do sjellë fryrje. Po ato mund mos konsumohen as para, por edhe mbrapa nuk duhen konsumuar. Në qoftë se ushqimi, pra në qoftë se ti je njeri normal, këto duhen konsumuar sepse nuk ka fakte epidemiologjike në historinë tonë njerëzore, sepse dieta mesjetare gjithmonë e ka shoqëruar, bile njerëzit kanë shoqëruar shalqiun me djathin, e kanë konsumuar apo pieprin edhe me fruta, absolutisht bile edhe në dietën nordike, në dietën dash, dietën mesjetare, 2 dietat më të mira që kanë dalë deri tani, është traditë që konsumohet në vend të ëmbëlsirës pas ushqimit mund të konsumohet fruta. Nëse ne kemi një mikrobiom të shëndetshëm, e një zonë shëndetshme, pa probleme. Është e shëndetshme kombinimi i shalqinit me djath, me që e përmendë? Po, është shumë mirë, po. Niveli i vitaminave, sepse më thënë që parë ka nivel të sheqerit. Mos harro një frut ka ujë, mund të ketë 80-92% ujë. Ka elemente antioksidantë, ka vitamina, ka minerale, ka elemente enzimatik të cilës shkojnë. Pra, një frut është një ndërlikim, nuk është thjesht sheqer, që ne themi nuk e ham se ka sheqerin. Jo, ne e marrim dhe ristrukturohet, patjetër që ka kalori. E vetme që s'ka kalori edhe pse ka ujë, është ujë. Uji s'ka asgjë. Po frutës i shtohen të gjithë ato elementë tjerë, i shtohet edhe fruktoza. Për të tretur këto duan në forcën të gjatë trupin tonë. Mekanizmat e trupit tonë janë për llogaritur që ta tresin të frut gradualisht. Kombinimi i djathit me sheqerit është perfekt. Djathit dhe sheqeri është perfekt. Po, është perfekt. Në momentin që ne... Në qoftë se ka ushqime të cilat do të them kush nuk duhen konsumuar, është edhe mirë. Po, do themi dhe kush nuk duhet konsumuar fare. Po, këto frutat, meqense tani Justina na ofron një shëndetshmëri frutash, a konsumohen të gjitha bashkë, për shembull një sallatë me të gjitha llojet e frutave? Që ka disa fruta të cilat shkojnë më shumë që janë vërtetuar, sepse kjo shkencë vazhdon dhe nxjerr të reja të fundit. Ka fruta të cilat kombinojnë mirë, ka fruta që nuk kombinojnë mirë, por që nuk sjellin probleme. Varet gjithmonë, shikoj, ne jemi të ndryshëm. Mikrobioma është ndryshme, të gjithë metabolizmi kemi ndryshëm, ne jemi rritur në kushte të ndryshme, gjenet kemi të ndryshme, çfarë ndodh me njërin nuk ndodh me tjetrin. Po, për shembull, konsumimi i ananasit me një frut pasioni, me një mango, është shumë herë më e mirë se sa mund të konsumosh një mango me rush edhe për shembull me supozojmë me dadë. Pra është më mirë. Por gjithmonë duhet të dim diçka. Kur konsumojmë frutat, në radhë të parë ne duhet të konsumojmë fruta të cilët kanë nivele më të larta, më të ulta të ujit, pra në frutat e tyre, dhe që kanë nivelin më pak të ëmbël dhe kanë nivele pak më të larta të aciditetit. Pastaj të konsumojmë frutat e tjera të kombinuar. Për shembull, djathi nuk mund të kombinohet siç duhet që par djathin, siç kanë parë në ca lokale në Shqipëri që i vën ai fet kështu limon. Është e gabuar, shumë e rëndë. Nuk mundet sepse aciditeti që ka niveli i limonit, që sjell te djathi, do bëj që tretja të ndërlikohet.
të jetë më i vështirë për ta thyer duke u kombinuar me kripën dhe me kalciumin. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Për shembull në këtë rast. Te konsumimi i frutave, ne duhet ta fillojmë me portokalle. Për shembull, kemi në pjatë një portokalle. Pastaj vazhdojmë me urdhon? Nga aciditeti i caktuar. Nga aciditeti. Pastaj vazhdojmë me mollën, pastaj me dardhën, pastaj me rushin, pastaj me qershin, pra varet nga atë që ne do konsumojmë. Pra, ne do t'i konsumojmë të gjitha këto. Dhe në fund, në qoftë se kemi mundësi, me ara. Pra, arën e konsumojmë në fund. Tani doni të përzihen, mund edhe të përzihen. Shia, kryesorja shishia do na çedoj pak dhe mund na sjellë në një problem të lehtë. Jo se do na sjellë një problem wow, në një problem të lehtë. Sa i tolerojnë, sa si tolerojnë. Njerëzit nuk duhet të jenë kaq fiktuar pas këtyre gjërave. Të shikojnë çfarë i toleron sistemi i tyre, sepse është i ndryshëm. Do më tregosh edhe disa kombinime të gabuara në ushqimet e përditshmërisë që konsumojmë ne dhe nuk e dim efektet që kanë? Konsumimi i kafes me sheqer është nga gjërat më të gabuara në historinë njerëzore. Në qoftë se ka diçka të gabuar, konsumimi i çajit me sheqer është nga gjërat më të gabuar. Personat që pinë kafe me sheqer mos harrojnë që një pjesë të polifenoleve kryesore që ka kafja dhe niveli të lartë të antioksidantëve që ka për njësi, pothuajse nuk i përthithin nga konsumimi i sheqerit. E dyta, konsumimi i disa çajrave dhe kafes mbrapa ushqimit, që e kanë si zakon. Shumë i gabuar. Unë përthithin në disa elemente kryesorë duke filluar nga ekurit të tjerë. Kafja mund pihet para dite, mund pihet e shkëputur, por nuk mund të pihet dot pas buke. Shembull i keq është konsumimi i bukës, i mishit, i ndyrës. Për shembull, djath, bukë, vezë, mish. Kombinim fatal. Nga kombinimet më tradicionale të familjeve tona. Më tradicionale, po ta vështirë shumë njerëz tonë u rënduam sikur çik më rënd ara, e ke nga buka i thonë, nuk është nga buka. Është nga shumë elementë të cilët unë po them të drejtë. Duhet të ketë disa perime për atyre. Pra duhet të ketë disa perime që të bëhet një kombinim, sepse trupi është inteligjent. Trupi është inteligjent dhe kërkon atë që do ai, jo atë që ty të pëlqen në syrin tënd, se ty të pëlqen patatinat ndoshta ose diçka tjetër. Kombinimi i keq është, për shembull, kanë vënë që bëhen diçka sallata. Vjet një sallat pak me panxhar, që i kam parë këto në dieta të ndryshme, hidhen fasule, hidhen thjerza, copa mishi kuq dhe spinaq. Fatale, shumë e gabuar. Tanina dhe polifenolet, niveli i tyre i kombinimit është i vështirë për problemin e thithjes. Shumë i keq. Djati me ose qumshi, djati me limon, me agrume ose ku bëjnë këto smoothies. Janë të gabuara. Proteinat, karbohidratet që janë të rafinuara me yndyrna të larta. Janë përsëri të gabuar. Shumë yndyrë në aspektin edhe të sheqerit. Kremra, to pasta, to mërsira që janë me pet, me brum, me krem kështu, kombinimi më i lartë i dëmtimit metabolik dhe nivelive të rritjes të insulinës, kalorive boshe, mos përthithës gjërave. Peshku me nivelin e qumshit dhe me salsat kremoze me bazë qumshi nuk është i kombinueshëm dhe nuk është i mirë, sepse është i vështirë për tretin e tyre. Peshku duhet shoqëruar me limon dhe me perime të lehta ose perime furre ose perime siç ta them që parë, për shembull brokolin, pataten, ndoshta karrotën e të tjerë. Ka elemente të tjerë, po themi vetëm to bazën kryesore se kush mund të jetë. Kjo tregon që trupi ynë nuk ka nevojë për shumë ushqim, po ka nevojë për një ushqim të zgjedhur, të kombinuar si duhet, për një ushqim të mençur. Dhe një pyetje të fundit fare që ma drejtojnë kolegët këtu, kafja është më e mirë e shkurtra apo normalja e gjata? Po kafja e shkurtër ka nivele më të larta të kafeinës, sepse është e koncentruar. E shkurtra, ka më shumë ka më shumë koncentrim. Nëse do më të ketë varet nga organizmi, do ta shtosh me ato ujë se ajo sa më shumë rrjedh ajo kafja kur ti po thua për kafen ekspres, aq më shumë ujë dhe më holl bëhet. Kafja filtr është më e lehtë. Kafja turke, kafja ekspres është më koncentruar. Kafja turke është pak më lehtë në aspektin kafeinës, kafja filtruar është akoma më lehtë. Po varet nga sasia që pim. Gjithmonë të kemi kujdes sepse ajo ribustu, ajo kafja kremi, duhet të zgjedhim kafen e mirë. Nuk duhet të ketë një ribusto të fortë, se ajo ribustu është nga kafe kokër vogël, e cila dëmton pjesët e mërqisë dhe të mukozës së stomaku dhe sjell ato problemet e dridhjes që ne kemi apo të aritmisë. Pra kemi kujdes kur zgjedhim kafen. Qartë, ne e kemi zgjedhur me shumë kujdes këtu në emision. Altin, falenderoj shumë. Kemi ma thoni. Po kemi pyetje. Do t'i lëm gjatë publicitetit to personalet, besoj. I pranon. Dakor. Të falenderon shumë regjia për shpjegimin që i bëre për kafen. Se kanë vënë një bast, Altin kanë vënë një bast edhe jam shumë interesuar të kuptoj kush e ka fituar bastin për punën e kafes. Pastaj është e mirë, kafe nuk kam thënë që kafja është e mirë, është diçka shëndetësore që duhet konsumuar. E kemi thënë dhe këtë. Falenderoj shumë dhe të uroj ditë të mbarë. Kujdes, kafja jo tani në verë shumë.
temperaturë shumë të lartë nuk është efektive mirë. E kemi zgjidhur me kafe të freskët. E kemi zgjidhur. Të falenderoj edhe një herë, të uroj ditë të mbarë. Faleminderit, kalojmë në publicitet, shihemi pas pak në Rezën tonë, ju pres.